Andihesh si kur ke ngecur pak, si kur e nise Ramazanin me shumë vroll dhe tani e lodhur. Nuk je vetmi, por më lejo të kujtoj diçka. Një sportist kur e sheh vijën e finishit, shton shpejtësinë maksimale, nuk e ngadalson atë. Këto 10 ditë e fundit janë vija jone e finishit. Edhe nëse mendon se i ke quar dëm 20 ditët e para, dije se Zoti vlerëson veprat si pas përfundimit të tyre. Nuk ka rëndësi si e nise, rëndësi ka si po përmbyll atë. Qohu, merr abdest, fali 2 rekate namaz dhe thuaj vetës, unë kur nuk do të dorëzohem. Çdo natë nga sot dhe tutje është një shans i ri për fatin tënd. E shumë ta ka shkuar, por më e vlefshmja po vjen. Dërgoja këtë video dikuj që ka nevojë për këtë zgjim sot. Sprinti sa po filloj.